Mana Gjakova kem problem alasit. E ju e keni problem, po. Ata e në krenar shumë Gjakovarët. Na kem problem shumë. Nuk kom linë Gjakov, po fort të në krenar me vetën Gjakovarët. Qoj njës. Nuk është punë njës, më i mashtrujnë. Nuk na dujnë, nuk na dujnë. Gjakovarta ju, më në Gjakovart na ju dojnë, po ju s'na doni krejtve. A i doni ju të tjerët? Po që shmush me dashin një ku nuk do. Ju jene që i seleksionani njerëzit, e kom vrejt. Nështë e keni atë vetë besimin të mash. Kjo është i katonit, kjo është kundër Gjakovës, po dhe? Nuk na dujnë. Kundër pinjollave. Nuk na dujnë. Unë jam kundër çdo, nuk jam kundër asnjë popullate. Se krejt jenë njerëz. Krejt valla, njëjtë. Nuk jam, është krejt krijes jena të zotit. Po nuk mundem... Që u kume e pytja me konje, me shera, me barileve. Qaja. Okej, kena një pytje tjetër, që cilët rreth kësaj teme. Po, a paragjykohen ende njerëzit që jetojnë në fshat dhe pse? Kush po e nis? Paragjykohen. Edhe pse unë pak më herët tash që ka kaluar tash më kjo kohë. Te na në qytet në Gjakov, me gjithë në kërë dhe intervjistat që i kanë bo, dhe moni kanë po kretë, njërzimit te na paragjykohen ende. Qëre, ku ta këshësha petë s'kanë faj qytetarë. Se? E lojnë të fshatarë se valoj të ronje. Nuk kanë faj ku ta këshësh, dhe që ashtu e kanë drejt pak. Duhet pak, ku desh për shpisë me shku dikun du të me dalë pak njëri. Jo që ashtu si kur je, se unë jam fermer, kom dele. Po. Mund të amon kësi katunari rondë, në sanë në dhanë, po tash ku të shkresh në qytet du të me shku njëri pak. Nuk shkuat që ashtu. Qysh logaritët me ko njëri? Ashtë mu vesh, edukata, sielet janë. Unë mendoj që më shumë edukata se sa veshja. Se s'ka në si veshja. Veshja tash kena veshje balë, për para konë ma zërë, tash im ka i hupin për ditë, në më kanë mu shpia, së për kem këj lojnë të veshje.